Në qoftë se do ju duhet të udhëtoni në aksin rrugor Milot Rubik, guximi për ta ndërmarrë atë duhet të shoqërojë patjetër aftësitë e drejtuesve të automjeteve. Pavarësisht se sot njihet si rruga e vjetër, ky aks shënon një numër tepër të lartë të automjeteve që qarkullojnë në të, kjo edhe për faktin se ndodhet shumë pranë me mjaft fshatra të Kurbinit dhe Rëshenit. Me një gjatësi prej 8 kilometrash, ky aks është kthyer në një rrezik serioz për jetën e udhëtarëve, pasi mundësitë për të përfunduar në ujërat e lumit mat janë për herë prezente. Shkarjet e shumta të tokës, heqja e barierave, gryerja e lumit nga ekskavatorët janë disa nga faktorët sepse jeta e shoferëve apo pasagjerëve që udhëtojnë në këtë aks është gjithmonë në rrezik. Sot ky aks rrugor ka pasur qarje të mëdha mes përmes asfaltit, ku me shumë gjasa shira të cilat priten do ta shëmbin përfundimisht pjesë të këtij aksi rrugor. E ndërtuar dekada më parë, deri më sot kjo rrugë kaq e domosdoshme për banorët e zonës kur nuk ka njohur ndërhyrje, e cila detyrimisht ka sjellë edhe gjendjen katastrofike në të cilën ndodhet sot. Zgjedhjet janë tepër të pakta pasi stina në të cilën ndodhemi nuk premton për ndërhyrje. Ndaj dhe drejtuesit e automjeteve që qarkullojnë atë duhet të marrin përsipër guximin dhe riskun, i cili mund të jetë me pasoja fatale pasi aksidentet automobilistike kanë qenë të shumta dhe me pasoja për jetën.